Përmirësimi i infrastrukturës së jugut të Shqipërisë është një hap thelbësor në zhvillimin e industrisë turistike në Shqipëri, sipas Travel and Tour World. Kjo përfshin investime të konsiderueshme në zhvillimin urban, duke përfshirë ndërtimin e rrugëve të reja, shërbimeve dhe lehtësirave publike në zonat e frekuentuara nga turistët. Qëllimi nuk është vetëm të përmirësohet përvoja e turistëve, por edhe cilësia e jetesës dhe mundësitë ekonomike të popullatës lokale. Infrastruktura e përmirësuar synon të përmbush një rritje të kërkesës që vjen nga turistët. I gjithë investimi në përmirësimin e infrastrukturës synon të përmbush investimin prej 70 milion eurosh. Investimet në infrastrukturë fokusohen në përmirësimin e lehtësive dhe shërbimeve kryesore, përmirësimin e infrastrukturës turistike, përmirësimin e aksesueshmërisë dhe përmirësimin e shërbimeve për qendrat turistike. Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke patur parasysh rritjen e fundit të numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë, veçanërisht në vijën bregdetare Mahnice Jugore.